Debatet për protestën e qytetarëve që po vijon për një muaj kanë dominuar diskutimet në sallën e Kuvendit, duke zhvendosur në sfond në rendin normal të punimeve parlamentare. Partia Demokratike kërkoi zhvillimin e një debati të posaçëm parlamentar të fokusuar vetëm në kërkesat e protestuesve, si dhe një interpelancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me qëndrimin e qeverisë ndaj tubimeve. Megjithatë, këto kërkesa u rrëzuan nga shumica socialiste, duke mos u përfshirë në rendin e ditës së seancës plenare. Debatet mes palëve vijuan për rreth 2 orë, me përplasje politike mbi mënyrën se si duhet trajtuar protesta dhe kërkesat e saj në institucionet parlamentare. Nuk protestojnë më vetëm për flamingot, nuk protestojnë më thjesht kundër ligjit për zonat e mbrojtura. Shqiptarët po protestojnë kundër një modeli qeverisje ku ligji ndryshohet për klientët me votën tuaj. Pronat publike vijnë në shërbim të interesave private dhe shteti përdoret për të mbrojtur pushtetin dhe jo qytetarët. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta ja arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. Nuk ka asnjë dyshim sot. Jo nga strukturat e sigurisë të inteligjencës tonat, por nga pjesa më e madhe e strukturave të inteligjencës së vendeve partnere antare të NATO-s, se në këtë protest u përfshin dhe vazhdojnë të jenë të përfshirë aktorë shtetëror malignë të Shqipërisë. Regjimi iranian është këmbë krye i përfshirë si burimi i aktivitetet sponsorizuara digjitale. Nëse zoti Muçi, që të keni dhe mundësim për replik, dëshiron që të jetë i sinqert, atëherë unë ftoj që 3.3% që familja e tij ka në Arameras, në zonë të mbrojtur, në këtë pikën e rrethuar të kuqe, t'ia fali familjeve në nevojë. Bido, çoj selam këtij pashajti të vogël, ta paralel pipedit, se unë nga këto salca që gatuan ju në atë vonë, nuk dua t'ja di fare. Pas përfundimit të diskutimeve, Kuvendi vijoi normalisht punimet me shqyrtimin e një projekt ligji dhe 6 projekte rezolutave të paraqitura nga institucionet pavarura, të cilat u trajtuan sipas rendit të parashikuar të ditës.